Një postim e ke postu kështu, thot një rregull i pashkruar, Dembeli kritikon njeriu punëtor e të zgjuar. Kjo është rregull i pashkruar apo i shkruar, është rregull në jetë. Po. Është rregull në jetë, sinqerisht. Edhe këto e kemi shiju, besoj secili prej nesh. Ka bova ki edhe ty, ka bova ki mu edhe secilit prej nesh. Zakonisht ata që kritikojnë, ata që të kritikojnë, ata që gjojnë diçka që se ke bo mirë, ata që thonë s'ke bon shumë, ku do një jetë? Ndash në cilën do vërimtari, edhe ty në profesionin tanë. Edhe të unë e ketë anonim në TikTok më shkruaj. Po. Jo kështu. Po sigurisht, Dembele janë, sigurisht. Ose në këtë shoqërinë civile, po e lidhë tash edhe me politikë. Për shembull ti mundohesh me e bën një projekt tash te politika atje, me bën një rrugë, ai tjetri fillon me komentu, thot po pse s'e ke vë deri tash. Po mirë, ta lëm atë mos ta bëj as tash. Nëse s'është vë deri tash, ta lëm edhe tash. Domthon mundohen me gjetë diçka dhe kjo, mirë po kjo s'ka pas donë me politikën, ka pas me jetën në përgjithësi, dhe kjo është e vërtetë për ne. Se punëtori, ai që është vetë aktiv, ai që mundohet me kontribuon në sferat ndryshme, kur nuk ka kohë me i këshyrë të tjerët, me shiku të tjerët. Kjo është e para, dhe e dyta që është më e rëndësishme, ai që është në proces, në aktivitet, në punë, e di që secila veprimtari i ka vështirësitë e veta dhe mangësitë e veta, dhe lëshimet e veta. Unë jam i vetëdijshëm këtë punë që e kam bën shoqëri civile deri tash 35 vjet, po them për lëshimet e veta. Unë nuk kam as kohë, as nevojë me këshyra tjetrën, sepse i di që vetë kam pas lëshime. Pra, ai që punon as nuk ka kohë, po as nuk ka dëshirë me i kritiku tjerët. Dembeli, ai ka kohë, ai ka vakt gjithmonë për më analizu çka ka bërë Sumullaji, çka ka bërë Muhamedi, çka ka bërë ai tjetri, sepse vetë është duke nejt. Ka kohë mjaftueshëm. Prandaj them Dembelat edhe ata të papunët gjithmonë na kritikojnë, por unë mendoj që kritikat që na vijnë prej njerëzve të tillë do të më na motivu për shumë punë. Na do të më urujt, ose me pas kujdes, ose me i pranu kritikat nga njerëzit meritor. Po, se po them lëshimet që mujna mi bo, na kritikon një njeri që është i afërm i yni, dikush që është më i ngritur se na, dikush që ka përvojë më shumë se na këshillon, na sugjeron dhe na kritikon për ndonjë lëshim, ajo dallon. Dhe atë kritikën e tij duhet me marrë si të mirë qenë, edhe duhet me shoshit, edhe punën tonë me e korrigju në bazë të kritikës tij. Domethënë statusi s'ka të bën me ta. Statusi ka të bën me Dembelat. Qartë.